Mirë se erdhët në episodin e dytë të Portrete Bukurie, një udhëtim njerëzor përtej pasarelës, për të njohur zemrat, ëndrat dhe historitë e vajzave të jashtëzakonshme që konkurrojnë për kurorën e Miss Shqipëria 2025. Sot do të ndalemi në 5 rrëfime, të cilat nuk janë vetëm biografi, por dëshmi të forcës, pasionit edhe shpirtit të këtyre vajzave. Ato do të na tregojnë për kapituj të ndryshëm dhe të rëndësishëm të jetës së tyre, si kanë ardhur deri këtu dhe çfarë i bën ato të veçanta. Sigurisht që nuk do të ndalemi vetëm tek fjalët. Do të ulemi së bashku aty ku këto do të na prezantojnë objekte të cilat mbajnë me vete kujtime të thella dhe lidhje të ndjera. E më pas do të jemi në panelin shumë të ngrohtë dhe sinqert në Muhabete Gocash, aty ku vajzat do të na tregojnë më shumë për veten përmes buzëqeshjeve, mendimeve, por edhe batutave. Do të vazhdojmë në rubrikën Quiz dhe Fun, ku do të shohim një anë tjetër të vajzave, atë më spontane dhe të papritur. E për ta përmbyllur se cila nga vajzat do të ketë 30 sekonda për t'ju drejtuar juve, publikut, me zemër në dorë për të thënë arsyet sepse ju duhet t'i votoni atë, në faqen zyrtare të misshqipëria.com. Ky konkurs nuk është thjesht një konkurs bukurie, por një platformë për zërin, historinë dhe autenticitetin e çdo konkurrenteje. Mirë se vini në Portrete Bukurie. Në këtë episod do të dëgjoni rrëfime që ndoshta nuk janë treguar kurrë më parë. 5 vajza, 5 zëra të ndryshëm, por me një të përbashkët. Guximin për të ndarë me ju sfidat dhe momentet që kanë ndikuar në formimin e tyre. Ato nuk janë thjesht konkurrente në një garë, por modele reale frymëzimi. Unë jam Marina Qela, jam 19 vjeç dhe vi nga qyteti i bukur i Vlorës, që në moshë të vogël kam filluar të luaj volejboll, sportin e kam pasion, sepse më ndihmon në disiplinën dhe forcën në çdo aspekt të jetës time. Babai im më ndihmon shumë në anën e disiplinës time. Ai është shumë i fokusuar me sportin dhe që kur kam qenë e vogël, më ka regjistruar në kickbox, kam qenë 4 vjet notare. Dhe kjo më ka ndihmuar shumë të mos dorëzohem kurrë. Babai më ka mësuar që disiplina është gjë parësore për çdo femër. Unë duhet të jem e fortë dhe ëndrat e mia nuk duhet t'i ndaloj kurrë dhe asnjëherë të më ikin shpresat. Me mamin jam shumë e lidhur, normalisht, femra kupton femrën. Ajo di gjithë sekretet e mia, më këshillon dhe nëse do ishte një person që unë do doja të merrja këshilla gjithë jetën time, normalisht do të drejtohesha vetëm tek ajo. Vllai im jeton jashtë shtetit. Kemi qenë shumë të lidhur kur kemi qenë të vegjël, pavarësisht distanca na ka ndarë pak, por përsëri motra për vllai lë kokën. Unë studioj në Universitetin e Sportit. Unë jam një vajzë shumë energjike dhe në çdo aktivitet që zhvillohet, unë jam e para që marr pjesë. Kjo është arsyeja e 3 medaljeve të mia të fundit, të cilat ishin në aktivitetin e shkollës të sportit volejboll, basketbol dhe futbol. Mua më pëlqen që me anë të kësaj shkolle të mundohem të dal një personal trainer, një mësuese e denjtë e sportit dhe se jo të hap dhe palestrën time. Kjo është ëndra ime e parë në listë. Vendosa që të marr pjesë në Miss Shqipëria sepse bukuria e femrës do të thotë shumë për mua. Miss Shqipëria
për mua ishte diçka shumë e rëndësishme dhe një objektiv që unë ja arrita më në fund. Dhe për këtë jam e lumtur. Jam shumë e lumtur dhe vetëm të jem finaliste. Dhe të tjerat vinë më vonë. Doja të frymëzoja çdo gocë që për çdo ëndër të saj mos të ndalet kurrë, po ta hedhja atë hapin e rëndësishëm, sepse askush nuk mund t'ju tregoj juve se çfarë nuk mund të bëni ose të bëni. Quhem Klea Thaçi, jam 16 vjeç, vi nga qyteti Tiranës, lindur dhe rritur në Tiranë, me origjinë nga Puka. Studioj në shkollën Gramos Palushi në vit të dytë gjimnaz. Vi nga një familje me 5 antar, 2 prindrit, motra madhe dhe vllai më i vogël. Me familjen kemi një marrëdhënie të mrekullueshme, kalojmë shumë bukur së bashku. Me motrën jam shumë e lidhur, i tregojmë çdo gjë njëra tjetrës, dalim së bashku, jemi si 2 shoqe, jo si 2 motra. Me vllain kemi ato zënkat e vogla, është më i vogël dhe kuptoj disa herë. Me babin jam më e lidhur, është shumë i dashur dhe e shpreh më shumti, por dhe mami nuk ngelet pas, është e dua shumë. Kam pasur një fëmijëri shumë të bukur, kam qenë nxënëse shumë e mirë dhe e dua mësimin, më pëlqen të lexoj, më pëlqen të grimohem, mendoj ta ndjek si pasion, e kam shumë dëshirë. Jam një vajzë e qetë, kërkuese për veten, dua më të mirën për veten time, mendoj që e ardhmja ka shumë rëndësi, prandaj duhet punoj fort dhe të arrij çdo gjë që unë dëshiroj. Te Miss Shqipëria më kanë shtyrë normalisht familja, ka qenë mbështetja ime më e madhe, mbështesin në çdo hap, e kanë ëndër këtë gjë që po bëj unë tani dhe mendoj që duhet t'ia plotësoj atë ëndër dhe jam e bindur që do shty veten sa më lart dhe të ecë përpara. Nga Miss Shqipëria dua të marr një eksperiencë pa harrueshme, mendoj dhe besoj shumë fort që do jetë një eksperiencë që nuk do mbetet gjatë në memorien time dhe do krijojmë kujtime të bukura dhe pse jo të marr fitoren si më e bukura të gjithë bukurive shqiptare. Unë jam Migi Zafiri, jam 16 vjeç, lindur dhe rritur në Tiranë, me origjinë nga Dibra. Jam në vitin e dytë në gjimnaz, tek Andon Zako Çajupi. Familja ime përbëhet nga 5 antar, unë, 2 motrat, edhe mami dhe babi, gjithashtu kemi edhe qenushin ton Koki. Unë kam 2 motra më të mëdhaja, cilat janë binjake, me lidhur jam me motrën e madhe, e cila i tregoj sekrete edhe më tregon sekrete. Motra e dytë është ka më shumë rolin e prindit, jo se më ka munguar, është pak më e egër edhe pak më e rrept, le të themi, me mua. Donë më të mirën time, ashtu si dhe motra tjetër, edhe mundohet që t'jetë më strikte me mua. Mami dhe babi kanë qenë gjithmonë për kraja ime më e madhe, edhe kur aplikova për Miss Shqipëria, të dy thanë po do të shkosh, ne jemi 5 shoqet ngushta, njërën e kemi jashtë shtetit, edhe kam qenë shumë e lidhur me shoqen që është larguar jashtë, e ka emrin Sulbie. Kemi qenë gjithë kohës bashkë, nga mëngjesi deri në darkë, vetëm darka na ndante që duhet shkonim flenim ke shtëpia tona. Pika ime më e fortë mendoj që është komngulja, edhe më dopta është fakti që prekem shumë shpejt, pasi prekem edhe nuk më lejon që të shprehem atë çfarë unë kam në mendje dhe çfarë dua të shpreh në shumicën e rasteve. Gjithmonë ka qenë ëndra ime të jem pjesë e Miss Shqipëria, mbaj mend kur isha e vogël, merrnim televizorin jashta, edhe shifnim verandë me mamin edhe me babin edhe motrat, Miss Shqipëria edhe thoja, okay, si kjo do bëhem unë, kjo ecën më mirë, kjo pak më keq, kjo ecka pak më bukur se ajo tjetra, edhe ka qenë një ndër ëndrat më të mëdha dhe vazhdon të jetë. Mendoj që gjithmonë kam parë veten në të ardhmen në pjesën e modelingut, edhe në pjesën e të bukurës, edhe ky është synimi im. Shpresoj që të marrë edhe kurorën e Miss Shqipërisë për ta shfrytzuar më pas edhe për të prekur edhe skenat jashtë Shqipërisë, pse jo për të bërë një emër akoma më i njohur në fushën e modelingut. Unë shohem Eloisa Lupo, por që gjithë më njohin me emrin Nisa. Vi nga qyteti i bukur i Lushnjës dhe studioj në gjimnazin 18 tetori, jam në vit i parë. Si fëmijë kam qenë krejt e kundërta e asaj çfarë jam tani.
Kam qenë një njeri shumë i mbyllur në vetvete, kam pasur vetëm atë rrethin tim të vogël shoqëror dhe isha shumë introverte, nuk është se shoqërohesha shumë me fëmijët e tjerë. Familja ime ka qenë mbështetja ime më e madhe, i kam pasur gjithmonë krah edhe ka qenë suportuesit e mi numër 1. Me mamin jam shumë e afërt, faktikisht edhe me vllajin goxha, por tani ai ka filluar të moshën e vet të adoleshencës edhe siç janë motra me vllajin. Edhe me babin kam qenë goxha e afërt, ai nuk është më mes nesh, por gjithmonë e kam me vete dhe di shumë mirë që pavarësisht çdo gjë ai më suporton edhe është gjatë gjithë kohës me mua. Babi im ka qenë me të vërtet një person goxha familjar edhe ka qenë gjithmonë afër meje dhe asnjëherë nuk ka hequr dorë nga unë as nga familja jonë. Gjithmonë ka qenë me mendimin që familja gjithmonë vjen e para. Nuk kemi mësuar akoma me idenë se ai nuk është më. Gjithmonë e mendojmë që vajti ora 2 do vi. Po. Kam një dashuri shumë të madhe për kafshët. Çdo kafshë që e shikoj që në mace rrugë dua që ta marr dhe ta strehoj, ta ushqej, ta përkujdes. Ka qenë disa kotele që kanë qenë 8 mbaj mend edhe aq më keq më ka ardhur se ishim vetëm edhe i kam marrë që gjitha dhe i kam rritur gati për 2 muaj derisa u rritën mjaftueshëm që u larguan. Faktikisht kam dashur që të dal nga ajo zona ime rahatise dhe kam dashur të provoj diçka të re dhe besoj se nisi ka qenë një opcion shumë i mirë për mua edhe prandaj që kur më erdhi mundësia direkt e kapa e mora, nuk pyeta asnjëri as me mamin as me vllajin nuk e fola, po direkt fillova që u regjistrova. Edhe babim ka shtruar goxha për këtë nisëm, ka thënë gjithmonë Isa vazhdoje një herë, provoje çfarë do humbësh dhe tani do doja shumë faktikisht që më shikonte ku isha, po. Nëse fitoj kuroren e Miss Shqipëria, besoj se X-Pari do kem qenë ndem shumë e lumtur dhe shumë e plotësuar në vetvete, po do jem gjithmonë një krah edhe një suport për gjitha vajzat që janë të vogla apo vetëm që mund t'ja dalin, edhe dua që t'jem edhe unë aty që t'i ndihmoj, t'jem pjesë e rrugëtimit të tyre. Kurse nëse nuk do ta fitoja, besoj se asnjëra nga ne këtu s'do dali e humbur, se që gjitha kemi fituar një eksperiencë të re. Unë jam Elsina Çanaku, jam 16 vjeçe, jam me origjinë nga Dibra, por jetoj dhe kam lindur në Tiranë. Unë jam rritur me motrën dhe me vllajin e madh. Gjithmonë si motrën, vllajin edhe prindërit i kam pas mbështetje në çdo hap që unë kam hedhur. Kam pas një fëmijëri shumë të lumtur, shumë gallat. Marrëdhëniet me prindërit i kam shumë të afërta, sidomos me babin dhe me motrën njëherë. Motrës i tregoj çdo gjë dhe babit, po jo dhe aq shumë. Nuk është se jam dhe aq e afërt sa t'i tregoj çdo gjë. Vllai është më i madh, është 8 vite më i madh se unë dhe janë shumë të kujdesshëm për mua, nga që jam ndoshta dhe ajo vajza e vogël e familjes edhe ndoshta edhe për këtë gjë. Para 5 vitesh, mami iku bashkë me vllajin në Greqi, vendosën të shkojnë atje për punë. Nuk është se flas shumë me të, domethënë ti tregoj çdo gjë, por që kur kemi ndonjë problem ose diçka, ja tregojmë njëra tjetrës. Unë jam tip shumë i ndjeshëm që në fakt, kur kam qenë më e vogël, kur ma thoje diçka, prekesha shumë, por mundohem që të mos ta shpreh. Ndërsa tani jam bërë pak më kështu që them, okej, tha mendimin e vet, prap se prap, nuk është ndonjë gjë, nuk është se më intereson shumë. Kur kam qenë e vogël, kam marrë pjesë 2 vite një kurs pikture. Kam bërë piktura shumë të bukura, por kur u largova për herë të parë në Greqi, nuk shkova më masi u ktheva. Nëse do e fitoja kurorën, sigurisht që do ishte diçka shumë e bukur dhe shumë emocionuese, por edhe nëse nuk do ta fitoja, për mua nuk është ndonjë problem i madh. Unë këtu kam ardhur më shumë vetëm që të argëtohem me vajzat e tjera dhe të argëtohem me veten. Unë jam një vajzë që kam shumë ëndra dhe besoj që nëse vazhdoj me ëndrat që unë kam, doja dal, nëse nesër jo një ditë tjetër po, dhe jam shumë krenare që kam marrë pjesë tek Miss Shqipëria. Tani është momenti që ne vajzat të jemi pak më rehat dhe të bëjmë atë që dim të bëjmë më mirë. Një muhabet të mirë siç bëhet mes gocash.
Këtu nuk ka as pyetje formale dhe as përgjigje të mirë menduara. Thjesht një bisede çiltër spontane mes gocave. Tani goca dua t'ju pyes. Do flasim për thashethemet, për sekretet. Ju keni qenë ndonjëherë qendër dhe objekt thashethemi, pra kanë bërë ndonjëherë thashetheme për ju njerëzit? Marina, ke dëgjuar ndonjëherë thashetheme për veten? Patjetër që po. Çfarë thashethemesh? Shumë të mira. A thashetheme të mira? Po. Si e ke kuptuar, si e ke marrë vesh që njerëzit po flasin për ty? Si janë thashethemet, person pas personi. Person par, po ti bën ndonjëherë thashetheme? Pse jo? Pse jo? Nuk do bësh kështu që jo, unë nuk bëj thashetheme. Jo, unë jam shumë realiste, por thashetheme të vogla, pa dëmtuar askënd. Thashetheme të mira, thjesht, okej. Klea, ti bën thashetheme ose ke dëgjuar që bëhen thashetheme për ty? Normalisht, si çdo njeri tjetër, do ketë thashetheme për të gjithë. Normalisht kemi dëgjuar lloj thashethemi, por Po ti ke bërë thashetheme? bëjmë veten ka pak thashethemi, por Me shoqet apo me motrën më shumë? të dyja. Me të dyja. Ja thua thashetheme që i thua motrës edhe shoqeve, apo janë thashetheme për fusha edhe ngjarje të ndryshme? Janë fusha të ndryshme. Edhe nuk lidhen me njëra tjetrën. Megi, ti si e ke punën me thashethemet? Unë bëj thashetheme edhe kam dëgjuar për veten thashetheme. Po si i ke dëgjuar, si i ke marrë vesh që po bëhen për Ka ty? thënë dikush që dikush ka folur për mua. Kështu shkojnë këto. Dikush më tha që i ka thënë dikush që dikush flet për mua. Po pra. Eloisa? Tani të themi që nuk bëjmë thashetheme do gënjejmë, që gjitha këtu pa diskutim bëjmë, po gjithmonë pa cënuar figurën apo dinjitetin e asnjë personi. Tani, unë kam rrethin tim të vogël shoqëror dhe nuk kam dëgjuar asnjë që për veten time. Mbase edhe thonë, normal, po... Thjesht se ke marrë vesh akoma, a? Ndoshta. Elcina? Normalisht që gjithë merremi me thashetheme, por mundohemi që të mos merremi me thashetheme që dëmtojnë imazhin e dikujt ose mund Që ta mund të mërzisin mërzisin dikë. Po. Po, për veten, ke dëgjuar? Po, kam dëgjuar si thashetheme të mira dhe ashtu jo të mira. Njerë, që ke dëgjuar në i thashethem interesant? Për shembull, kam dëgjuar, më kanë thënë që kur kishin marrë vesh unë po merja pjesë në Miss Shqipëria, kishin thënë, jo, ajo nuk bën për Miss Shqipëria, jo, që të bëj ajo atje. Po mirë, këto thuen nga të gjithë. Zakonisht nga ato që xhelozojnë pak, ti se vrit mendje, një ku jetë në panelin ton, panelin e Miss Shqipëria 2025, prandaj ai thashethem boshësh. Po mirë, sekretet me kë i ndani? Atëherë familja ime është e vetmja pjesë ku gjej mbështetje dhe sinqeritet, por dua të veçoj maman time, e cila gjithmonë më flet me zemër dhe më dëgjon me zemër dhe jo me kurreshtje, si personat e tjerë. Edhe me mamin i ndan sekretet. Po, patjetër që po. Tani, të gjitha sekretet apo ato që mund t'i thuash mamit? Të gjitha sekretet. Të gjitha? Po, mami është shoqja ime më e mirë, shoqja ime e ngushtë, pavarësisht edhe babin e kam shokun tim më të mirë, por mamin jemi pak më të afër. Do më thënë i flet edhe për çunat mamit. Po, nuk është shumë e shqetësuar të ka pjesë, e di që unë nuk ja var askujt, po nuk është në nivelin tim. Ashtu, ke standardet shumë të larta. Patjetër që i kam standarde shumë të larta. Edhe deri tani nuk e pasur asnjë kështu interes apo dikush që të dukur interesant. Ka shumë djem, por askush nuk është akoma në formatin tim. Nuk është në formatin tënd. Okej, në rregull. Klea? Atëherë sekretet i ndaj më shumë me motrën, ndjej të arsyesh me t'ja tregoj gjithçka, jemi shumë të lidhura së bashku. Të ka spionuar ndonjëherë motra? Jo, ndonjëherë tek mami. Jo që e di ti se kush e di çai ka thënë mamit. Ndonjë sekret vogël që të mëdhenj i mbajmë për vete. Nuk ja thua as motrës të mëdhenjt? Jo, i ja them, por Po nuk i thot mamit, i thot ato që nuk duken shumë të besueshme. I ke folur ndonjëherë, moj, pse i thua mamit? Ç'a të ka thënë? Po, normalisht. Ç'a të ka thënë motra pasi i ke thënë që pse i thua mamit? Duhen thënë, thot. Duhet të informua edhe mami. Po, kemi zonkat e vogla tonat, por... Mirë. Si gjithë motrat. Ti ke 2 motra? Po. Hënjer, kujt ja thua sekretet? Motrës madhe. Motrës madhe? Po të voglës pse jo? Se i tregon mamit. I tregon mamit? Po. Se kjo e madhja nuk i tregon motrës vogël që ajo pastaj i tregon mamit? Po, le të themi jo gjitha. Jo gjitha? Se dhe ajo pastaj hapet me mua dhe më tregon edhe sekretet e veta edhe kemi interes të dyja. Ja përdor pastaj që po i the do t'i them. Do i them edhe unë, po. Elcina, ti nuk ke motër, apo jo? Jo. Me kë i ndan sekretet? Po, mami gjithmonë ka qenë
ajo që ka qenë aty për mua, se unë gjithmonë e kam dashur një motër faktikisht, po nuk e kam një vëlla, edhe mami gjithmonë kam mbështetur, edhe faktikisht tek ajo kam gjetur atë rehatin që t'ja tregoj të gjitha, se di që pavarësisht çdo gjëja ajo do ma japi atë mendimin e sinqert. Ja tregon të gjitha. Po babit më parë i ke treguar ndonjë sekret? Jo, më afruar isha me mami për punën e sekreteve. Për punën e sekreteve. Elcina, ti sekretet me motrën? Me motrën do një sekret, po më shumë me shoqërinë që i besoj. I beson shoqërisë? Që kam vite që i njoh dhe e di se ato nuk do të tregojnë asnjë gjë. Nuk të kanë nxjerr asnjëherë në sekret? Jo, ato që i kam njohur që kur kam qenë e vogël, që në parashkollor, jo, asnjë. Po ty kush të tregon sekrete më shumë? Shoqëria dhe motra. Shoqëria. Tregon shumë sekrete. Po mirë, kur mblidheni me shoqet, flisni më shumë për djemt, për vajzat të tjera, apo për vipa? Më thoni, për kë flisni më shumë, ha Marina? Tani, kur jemi rreth shoqërisë, mua nuk më pëlqen të harxojmë kohë me muhabete që nuk kanë kuptim, për shembull muhabete kalimtare që janë për djemt ose për vajzat e tjera. Po pse, nuk ke ndonjë shoqe ti që është e lidhur edhe thot, sot u zura me shokun tim për këto arsye, nuk i komentoni ndonjëherë? Fatkeqësisht e kam. Fatkeqësisht, pse fatkeqësisht? Ose, siç të thash, unë nuk, domethënë, jam një person që nuk është se jam në atë fazën time të jetës që dua të merrem shumë në pjesën e dashurisë. Dua të fokusoj më shumë te vetja në këtë fazë. Kështu që kur vjen ato, jo, ç'a bën? Kur vjen ato problemet e saj, them kam punë. Duhet iki. Po kur ti je ti me këto probleme, do të thoj ajo ashtu pastaj? Jo, unë jam një person që i mbaj gjëra vetëm sekret, private dhe për veten time. Nuk i bie asnjërit në qafë. Mirë, okay. Klea? Më shumë ti për vajzat e tjera, si mënyrën si vishen. Komentoni lukun e gocave. Po. Pse, i ke gjitha shoqe, se ti më ke thënë që vishe shumë, bahe shumë, lyhe shumë, të pëlqen make-upi, edhe shoqet e tua të njëjtat. Po, tilla janë, po. Edhe prandaj komentoni lukun e vajzave të tjera. Çfarë kritikoni më shumë? Zakonisht çfarë nuk i pëlqen më shumë? Më shumë ti nga që jam apasionuar pas make-upit, nuk të pëlqen si pjesë, po, si janë lyer, si ka bërë shtrim për këtë, atë. Megi? Atëherë në varet nga situata, çfarë situate ka ndodhur në rrethin tonë shoqëror, edhe për atë situatë flasim. Po mirë, çfarë situate ka ndodhur së fundmi? Nuk dia duhet ta them. Mund ta thuar se një zënk e një shoqe tonë me ca vajza tjera. Edhe juve e komentuat. Po, normal. Po ti, ke këtë problemin që ka Marina, që ke ndonjë shoqe që ka një shok edhe vjen ti thot ty gjitha problemet? Po. E ke edhe ti. Kjo që është zënë me këto gocat, nuk e ka më atë shokun, janë darë, po... Edhe ka probleme tani. Po. Qa i thua ti? Po varet prapë nga situata. Po mirë të pëlqyen ato si qift, kështu mendon që ai shoku ishte i duhuri për atë? Jo, nuk ishte i duhuri, prandaj nuk janë më bashkë, kështu që... Ja ke thënë ti asaj? Po, gjithmonë. Ja them gjërat në sy që mendimin tim ta di, po i ngeli hatri, është puna asaj. Ashtu? Varet se si e merr ajo pastaj, po nuk është se ka atër mbetjen në shoqërinë tonë. Eloisa? Në këtë rast jam si Marina, se po faktikisht ne flasim pak më shumë për gocat e tjera. Gjithmonë do komentojmë, shiko me kë ka dalë kjo, shiko çfarë ka veshur, si është bërë, kështu të ashtu, po gjithmonë kuadër argëtimi, po, e kuptoj. Pa dal nga normat. Po mirë, ke ndonjë shoqe që tenton ndonjëherë të dali nga normat, ç'a i thua? Faktikisht gjithmonë përpiqem të qëndroj neutrale, se nuk jam vajzë që jam pro zënkave, edhe apo debatit, edhe gjithmonë ose të qëndroj neutrale, ose kur e shikoj që është mbushur kupa, gjithmonë do largohesh edhe. Elcina? Për kë flet më shumë ti me shoqet? Më shumë ti flasim për gocat e tjera, po kam një shoqe që jam shumë me afërt me të, dhe me atë flasim ndonjëherë dhe për një djalë që ajo e pëlqen. A flis se ti nuk e djalë që të pëlqen? Jo. Jo, kështu që flisni vetëm për atë. Flasim për atë që ajo e ka qef, por thjesht nuk don që të lidhet me të. Madje kemi dhe në shkollë dhe gjithmonë në orë të pushimit më ka përdorë dhe më thot, hajde shkem ta shojnë. Bo, dhe në filloj kjo. Ndodhin këto lojrat shumë. Bezdisesh ndonjëherë ti apo i shkon pas lojës? Në fillim nuk është se e kisha problem, po tani nga që gjatë gjithë kohës flet vetëm për atë, edhe më thot, hajde shkem ta shojmë njerë, se qa po bën me kë po rrinë.
Të mos, lutëm fillove. Filloj prapë. Filloj. Po mirë, ti gjithsesi prapë e ndihmon që i thua, çfarë këshillash i jep? I them që në qoftë se ti e pëlqen, shko dhe foli dhe thuaja këtë gjë, thot, ja kam thënë, a i thot, donë që të lidhet me mua, po unë nuk dua, po atëherë për çfarë pëlqen? Mirë, këto këshilla që i jep shoqes, kur të të vi radha ty do i gjosh për vete apo me shumë si jo? Nuk e di, Nuk e ndoshta. di, ndoshta, do shohim dhe atëherë. Vajza, shumë faleminderit. Ishte një bisedë shumë e këndshme, ndam informacione, po edhe u argutuam pak me disa histori, pas pak do të jemi në një rubrik tjetër shumë fan. Tani është momenti për të kaluar në një tjetër rubrik, po aq zbuluese. Me quiz dhe fan do të zbulojmë anën më spontane dhe më lozonjare të vajzave. 2 të vërteta dhe 1 gënjeshtër. Dhe se cila prej jush do të gjej cila nga fjalit që shoqet do të thonë është gënjeshtër. Marina, e fillojmë me ty, të shohim sa e gatshme je dhe sa do të na mundësh të gënjesh. Kam qenë pjesë e gjeniu të vogël, nuk kam frikë nga pulat, dhe ditë e luaj shah. Ka qenë pjesë e gjeniu të vogël. Tani nuk i themi do të na këndohë, se pastaj e zbulojmë nëse po na gënjen apo jo. Po mendoni që Marina ka zë për të kënduar? Të duket të dyshim. Të duket e dyshim. Po. Gjeniu vogël të duket e Nga dyshim. mimikat Nga mimikat. që po bën tani. Eloisa? Edhe unë për të parën besoj se aq ekstroverte sa është Marina, se besoj ketë frikë nga Po pulat. mirë, kështu që- mendoni që nuk i ka frikë pulat? Unë për shembull vdes, i kam shumë frikë. Edhe pse unë jam rritur në një shtëpi me pula, po e pata afër, i kam, mbarova, nuk mundem. Mendoni? Jo. Klea, kë mendon ti, e para apo e dyta apo e treta? E para. E para. Megi? Eloisa? Të parën mendoj unë. Elsina? Të dytën. Atëherë, ke 3 për të para dhe 1 për të dytën. Cila është gënjeshtra? Gënjeshtër është që nuk i kam frikë pulat. Nuk e ke frikë pulat. Unë i kam frikë Po pulat. pra, edhe po ti e the që nuk i Po. ke. Po pse i ke frikë pulat? Nuk e di. Ka ndodhur ndonjë gjë më para, po thjesht nuk... Jam thjesht si puna jote. Për i shoh, vrapoj, ikime me vrap. Unë as nuk i Po e mbaj ku të fakt. shkoj? Klea, është koha për fjalitë tua. Kam notuar në mesnat, kam frikë errësirën dhe jam e ndjeshme. Marina, cila është gënjeshtra? Cila mendon që është gënjeshtër? Se di, nuk mund të duket shumë e ndjeshme kjo me thonë drejt. Nuk të duket shumë Jo, ndjesh. shumë e ftohtë si njeri. Megi, cila mendon që është gënjeshtra? Ndoshta pjesa e notit. Pjesa e mendoj, notit. Po. Se ju s'keni notuar ndonjëherë në mesnat? Jo. Unë s'di më. Mirë, se nuk po them unë që shkoni posaçërisht për notuar mesnat, po ndoshta jeni aty në breg me shoqërinë ose me familjen. Po, e di, nuk është një gjë që s'mund ndodh, po thjesht nga këto që tha. Nga të tjerat, Mendoj kjo të që, duket po. më pak e vërtet. Eloisa, Edhe unë për punën e notit mendoj. edhe ti për punën e notit. Elsina, A ishte ftohtë natën, kur notoja? nuk ishte sot. Se ja bëjtë të pyetjen? Se është i ngrohtë. nxjerr ndonjë gjë. Nuk i nxjerrën dot asgjë. Edhe unë mendoj që për punën e notit. Për punën e notit. Mendoj se është kjo e fundit, që është njeri i ndjeshëm. Që është njëri, nuk të duket njëri ndjeshëm. Fare, a? Fare. Okej, të shohim kush ka intuitën më të saktë. Kam frikë errësirën. Ke frikë? Okej. Nuk e ke domethënë frikë. Është gënjeshtra. Është gënjeshtra. Kemi qenë grup shoqesh dhe në mes natës na Ju shkoj mendja shkoj mendja të notonin dhe ishte shumë qejf. Se gjë. Megi. Atëherë, kam 2 motra binjake, kam humbur në plazh, edhe edhe kam punuar kamariere në një lokal. Restoran. Ha njëherë. U mendua çik për këtë të fundit, ë? Si thoni? Bëje shumë bakshishe kështu gjatë ditës? Merje? Pak, po. Merje pak, ë? Po, po. Merte, si mendon? Unë mendoj tek kamarierja. Nuk ta mbush mendjen? Jo. Pse s'ta mbush mendjen? Se di. Na se ty akoma s'kemi provuar se do na këndor, se pas ke qenë të gjeniu vogël. Po prit se e kemi lënë për në fund atë. Klea, E cilën mendon ti? treta mendoj. E treta dhe ti. Mosha s'më duket arsyeshme. Po, pse mi se ka edhe vajza që vazhdojnë punën që të vogla për të pasur eksperienca.
S'më duket. Të duket. Faktikisht edhe më nuk më duket si tip që punon, kështu që për kamerierë. Nuk të duket si tip që punon. Megi i rehat, i ke 2 motra të ndaja që punojnë për ty, pra ndaj ndoshta mendojnë kështu këto. Lësina? Edhe unë jetën gjë mendoj. Edhe ti Mendoj njëjtën që gjë. kjo e treta është gënjeshtër. Mendojnë që e treta është gënjeshtër. Gënjeshtër është kam humbur në plazh, nuk kam humbur ndonjëherë, fatmirësisht, Shqyrë edhe kam zotit. punuar kamariere vjet. Morët vesh juve goca që si duket tip punëtor Megi. Megi Shumë është punëtore. shumë punëtore. Eloisa, 3 fjalitë e tua. Jam kujdesur për 8 mace një herësh, i kam rritur. 8 macë, ë? Po. Kur kam qenë e vogël, kam marrë gërshërë dhe kam për baluket shumë shkurt. Dhe kam qenë pjesë e një aksidenti. Kishte vënë emër macave? Po. I mban mend? Jo. Nuk i mban me emrat e macave? Po bën Mendoj kjo 2 e vite. para. Mendon e parë nga që si mban me emrat macet, ë? Maceve. 8 macë. Unë mendoj se është pjesa ka qenë pjesë e një aksidenti. Pse? S'të duket të duket mirë. Nuk mendoj se ka qenë pjesë ndonjë aksidenti. Po pse pra nuk mendon? Nuk ta jep. Di. S'ka Ka dhe aksidente pa dëmtime, po për mua më duket në rregull. Unë jam për të pjesë e tatuazhit. ti e të pjesa e tatuazhit. Klea? Edhe unë të tatuazhi, se besoj që e ka bërë, s'mendoj. S'mendon edhe ti që Tatuazhin edhe unë. tatuazhi Edhe unë për tatuazhin. e gjetën, ë? E gjetën. Kishit të Tatuazhi është drejtë. gënjeshtër. Kishit të drejtë. Unë ja kalova shumë bukur lojrat. Unë gjithmonë kënaqem me lojrat se juve sillni fjalit më të veçanta dhe më të çuditshme. Dhe kthehemi te Marina me pjesëmarrjen e saj të gjeniu vogël. Çfarë do na këndosh pak tani? Tani të them edhe këtë fakt të vogël. Hë, Unë mora pjesë tek gjeniu i vogël, po supranove. kalova vetëm audicionin e parë. Ta audicioni i dytë u eliminova. Po pse? Po mirë, ti gjithsesi këndon. Unë e mora riskun, e hodha hapin e rëndësishëm. Tani kur s'doli, Në s'doli. çfarë moshe ke marrë Kam pjesë? qenë e vogël. Sa e vogël? Kam qenë diku te 12 vjeç. Ke ndonjë këngë preferuar? Po kam disa. Më Ka. pëlqen më shumë te këto të huajat. Po mirë, një të huaj që e ke më të preferuarën. Një të huaj që kam më të preferuarën, Dua Lipa One Kiss. Na e këndo pak, One Kiss, se kështu është këngë e lezetshme, nuk do shumë vokal. One kiss is all it takes. Fall in love with me. Possibility. I look like all you need. One kiss it's all it takes, kështu thot Marina. Unë nuk naqa shumë, faleminderit Marina, për pak do të shkojmë në rubrikën e pse duhet të më votosh mua. Pra, vajzat do të kenë vetëm 30 sekonda kohë për t'i kërkuar publikut votën e tyre. Tani është momenti ku se cila prej vajzave kanë vetëm 30 sekonda për t'ju drejtuar juve, publik i dashur. Një thirrje nga zemra për të marrë mbështetjen tuaj jo vetëm për bukurinë e tyre, por dhe për historinë që ato përfaqësojnë. Ju keni fuqinë që të zgjidhni Miss Publikun me anë të votave tuaja. Ju mund votoni të preferuarën tuaj në webin zyrtar www.missshqipëria.com. Marina, koha është për ty. Mendoj se publiku duhet më votoj mua, sepse si Miss e kam potencialin për të më frymëzuar çdo vajzë që të ndjekë ëndrat e saj pas një pengesë, sepse për mua nuk ka rëndësi vetëm bukuria e jashtme, por çfarë ne krijojmë brenda vetes tonë. Duhet më votoni mua, sepse mendoj që jam me denjë të përfaqësoj bukurinë shqiptare, të shfaq vlerat e mia tek të gjithë, të frymëzoj çdo vajzë që ëndrat dhe pasionet do arrihen me gjithë sakrifica dhe punë të shumtë. Duhet të më votoni mua, pasi mendoj që kam potencialin e duhur për të përfaqësuar jo vetëm bukurinë, por vlerat, forcën dhe zërin e një vajze, dhe për ta shfrytzuar si mundësi për t'i thënë vajzave se cila mund të shkëlqejë, mjafton të jetë vetvetja. Nuk kam ardhur jo vetëm për të konkuruar me miset e tjera, thjesht dua gjithashtu që të përcjell mesazhin që shumë vajza të cilat mund të ndihen vetëm ose janë veten, mund të dalin vetëm me pak punë. Dhe prandaj dua që të më votoni mua që t'ja përcjell këtë mesazh sa më mirë. Dua të më votoni mua sepse unë përfaqësoj një vajzë të sinqertë dhe dua t'ju them çdo vajze që bukuria nuk është vetëm pamja e jashtme, por është dhe karakteri dhe sjellja juaj. Faleminderit vajza. Dhe mes këtyre mesazheve, rrëfimeve e buzëqeshjeve, përmbyllim edhe episodin e sotëm të Portrete Bukurie. Faleminderit që qëndruat me ne përmes këtij udhëtimi ku mësuam jo vetëm fytyrat,
por mbi të gjitha shpirtin e bukur të Miss Shqipëria 2025. Mos harroni të votoni të preferuarën tuaj në webin zyrtar www.missshqipëria.com dhe deri në takimin tjetër ju përshëndesim. Miss Shqipëria 2025